Në një kohë ku jeta matet me shpejtësi, me arritje dhe me dukje, njeriu shpesh humbet thelbin më të rëndësishëm të ekzistencës së tij, lumturinë e thjeshtë. Dhe në përpjekje për të pasur më shumë, për të arritur më lart, për të dukur më mirë, harrojmë një gjë shumë të rëndësishme. Si të jemi të qetë, si të ndihemi bukur, por edhe si të jemi të pranishëm. E në këtë garë të përditshme me botën, ne shpesh harrojmë të jetojmë në paqe me veten. Por e vërteta është e thjeshtë. Lumturia nuk gjendet në madhështi, por në thellësi. Ajo nuk është në ato që i kemi, por në mënyrën si i përjetojmë ato që kemi. Një kafe në mëngjes, në rrezet e diellit, një bisedë e sinqertë me një mik apo me një mikesh, aroma e bukës së sapo pjekur, një ecje e qetë në shi apo në diell. Janë të gjitha këto momente që ushqejnë shpirtin, që na kthejnë tek vetja, që na kujtojnë se jeta është e bukur edhe në thjeshtësi. E në këto çaste të vogla, por të vërteta, qëndron edhe thelbi i qetësisë shpirtërore. Paqja e mendjes është forma më e lartë e pasurisë. Ajo as nuk blihet, as nuk fitohet me pushtet, por fitohet me mençuri, me përullësi, por edhe me dashuri për jetën. Ndaj, kujdesu për shëndetin e shpirtit. Se ashtu si trupi kërkon ushqim, edhe shpirti kërkon kujdes. Mos e ushqe me frikë, as me ankth, apo me krahasime, por ushqeje me qetësi, me falje, me mirësi. Kujdesu në veçanti për mendimet e tua, sepse ato janë burimi i paqes, ose shpeshherë trazimi i brendshëm. Ndaj, zgjidh thjeshtësinë, sepse thjeshtësia është inteligjencë shpirtërore. Epikuri thoshte se dëshirat e panevojshme janë burimi të gjitha dhimbjeve dhe kur mason të dallosh mes nevojës dhe luksit të kotë, patjetër që e gjen rrugën drejt qetësisë. Mëso të jesh mirënjohës. Mirënjohja është ura që lidh njeriu me paqen. Falendero për çdo ditë, për çdo buzëqeshje, për çdo mundësi që të jep jeta, sepse mirënjohja është gjuha e shpirtit të qetë. Kultivo marrëdhënie të ndershme dhe të sinqerta. Epikuri e quante miqësinë pasurinë më të madhe të njeriut, një bisedë ngrohtë me dikë që të kupton vlen më shumë se çdo arritje materiale. Ruaj ekuilibrin mes trupit dhe shpirtit. Kujdesi për trupin është respekt për jetën. Kujdesi për shpirtin është dashuri për vetveten. Një mendje shëndosh jeton në një trup të qetë dhe në një zemër të pastër. Ndaj, mos kërko lumturinë në largësi. Ajo fillon aty ku ndodhesh tani. Nise ditën me falënderim dhe mbylle me relaks, me qetësi. Fal, sepse zemërimi është barë që të largon nga paqja. Mëso të heshtësh, kur mendja ka nevojë të pushojë. Mos kërko perfeksionin, por ekuilibrin. Zgjidh njerëz që të sjellin dritë dhe jo zhurmë. Dhe mbi të gjitha, mos harro të buzëqeshësh. Është dhurata më e pastër që mund t'i japësh botës dhe vetes. Dhe në fund, të jesh i lumtur në gjërat e vogla është harti më i madh i jetës. Sepse lumturia e vërtet nuk qëndron në atë çfarë ndodh rreth nesh, por
në atë se si ne përjetojmë jetën brenda vetes. Mos e kërko lumturinë në gjëra të mëdha. Ajo gjendet në frymarrjen tënde, në paqen e mendjes, në heshtjen që të mëson të dëgjosh shpirtin tënd. Kujdesu për shpirtin, sepse shpirti i qetë është shtëpia ku banon lumturia.